vajza, okej, nuk i vëj dhe faj, po tani Do krijohet një model bukurie, një model 22, 25, 26 provon. Janë të gjitha me një ushkur deri këtu. Ka të tre, shiko, varet se çfarë kompromisi, por shumë unë nuk kam pranuar të bëj kompromis me artin tim, me profesionin tim. Unë bëj punët që dua, do të thënë stilin që dua, dhe ku më vjen dikush që më thot me telefon, ma realizon këtë, jo nuk të realizoj, nuk e bëj. S'është ofendim fare, nuk e bëj. Në koleksionet e mia po, por edhe nuk jam, do thuash jam fanatike klasike, e kostumi sartorial, e orëve të punës. Apo nuk ke aftësinë që tha Klegja, ti shkosh brezit të ri, ti gjesh gjuhën, ti flasësh një brezit tjetër, shijeve të reja, se duhet përditësohemi me... Unë e kam, sepse e kam tek ajo brez që vjen dhe kërkon linjën time, që thot që Anil duam një kostum, Anil duam një fustan pak elegant, të thjesht, semplice. Te këto nuk jam për shumë në sa stile të ngarkuara, nuk jam të tepurit. Ka njerëz që i pëlqen, nuk i paragjykoj as pak, por unë nuk i pranoj, nuk bëj kompromis me artin tim. E kam shumë të vështirë ta bëj këtë gjë. Do thuash patjetër që se një klientel, një grup mosh, po fakti që kam këtu 33 vjet, që kam akoma atelje, tregon që ka njerëz që pëlqejnë linjën dhe që pëlqen dhe që jo imponojnë, se një stilist është i mirë ai që imponon. Absolutisht, dhe ju keni zgjedhur që ta segmentoni target grupin tuaj. Kjo është. Dhe kjo është e pranueshme, ka shumë brende që e bëjnë dhe është diçka totalisht korrekte. Ama të paragjykosh një brez në kuadër të disponibilitetit për... Klegja kam frikë që ngelemi edhe tek sloganet, të paragjykosh një brez. Jo të paragjykosh, ideja është të trembër... Ai po e pas gjykon, ai ishe mundësin, ku shkojnë, që shkojnë të një linjë, që thot arti, për shumë merë flokët, duan gjitha extension një prerje. Merë qethjen e çunave, duan gjithë... Jam shumë dakord. Do më dhënë, ajtasit e koka, qethja aty gjithë tu. Goca duan këtë model, ku di unë, seksi, linja, çdo gjë. Ta ndryshojmë termin... Në të kuptim, ai nuk është në paragjykim. Ta ndryshojmë termin në pasgjykim dhe madje jep një mendim që dëgjoni o vajza se nuk është kjo eleganca. Nuk është kjo bukuria t'jeni unison gjitha me një model seksi. Ta ndryshojmë terminologji. Që shumica ndoshta e këtyre nuk janë as natyrale, po janë të bëra nga ana tjetër. Varet se çfarë zgjedh, më fal, varet çfarë zgjedh. Unë kam zgjedhur për shkakun, kam zgjedhur të imponoj stilin dhe ndërtoj veshje sipas karakterit që ke dhe profesionit që ke. E përshtas me karakterin, këtë kam zgjedhur. Do më thënë, nga ana tjetër se këtu do ta thesha, nga ana tjetër dhe ti nuk bën kompromiset e tua, po për shembull, ndryshe do më përshtasësh mua si bie, ndoshta më klasike, më e përmbajtur, më ndryshe Klegjas, është më e re, gocë tjetër temperament, ekspresiv, më moderne. Pra, do më thënë, ke besnikëri ndaj stilit tën, por duke përshtatur edhe profilit të... Patjetër. Po, për të hequr termin paragjykim, të masësh me njësit matëse të një epoke paraardhëse, një epokë moderne, do jemi gjithmonë në marrë të gabuar. Sepse nëse ne do vëm një element matës të një epoke që tashmë është... Për shembull, po quan një element matës... Po për shembull, modelet e flokëve të kapjes të stilimit, po marrë flokët në rastin. Edhe si kur t'i shikojmë sot, stonojnë edhe me shumë tipologji, me shumë trendet të reja që kanë hyrë, sepse ne domosdoshmërisht po rritemi në këtë epokë. Edhe na duhet që edhe ne të ndikohemi, të na imponohen edhe modelet e reja, sepse prej vitesh është ripristinuar tipologjia e modës se si funksionon. Por ka rregulla. Duke filluar që nga... Ka rregulla, në çdo art ka rregullat e veta. Shiko, absolutisht që janë rregullat, por duhet marrë parasysh që ka ndryshuar gjithçka në epokën tonë. Ka ndryshuar edhe mënyra se si ne paraqitemi. Do me thënë, ne shpesh herë më ndodh me goca që të diskutojmë edhe kolorin e veshjeve, se sa bukur do duket në foto, në video, në studio, pra jetojmë totalisht në një botë të ridimensionuar nga ajo që ka qenë e vjetra, nga tradicionalja. Tani. Po sjellja, më fal, por sjellja nga ana tjetër mbetet. Ajo çfarë do elegante po flasim, absolutisht. Po flasim. Ajo çfarë do nxjerrja, gjithçka përditësohet, po për sjelljen elegante. Esenca e mesazhit të Gjorgjinos, pavarësisht që unë vijoj të mbetem totalisht skeptike për mënyrën e komunikimit dhe për mua është element elegancë i padiskutueshëm, por esenca e asaj që ne duhet marrim nga ky komunikim, për tej mënyrën se si e ka thënë, është që në vend që të investojmë në aspektin material tek vetvetja, duhet të
të investojmë në një aspekt tjetër, në aspektin e formimit, sidomos te vajzat e reja, te moshataret e mia. Një këshill që ka marrë gjithmonë nga mamaja ime ka qenë që investimi më të madh mbaje tek vetja jote, tek formimi, sepse në fund të fundit çfarë do lloj gjëje materiale që një ditë mund të braktisë, mund të të braktisë dhe unë një ditë për shkak të moshës, ama çfarë do të mbajësh formimi personal. Dhe kjo është mesazhi që duhet të thithnin vajzat, por komunikimi i gabuar ka bërë që të devijojë mesazhi që ka përcjell dhe ne po diskutojmë sot tipologjinë, çfarë ka dashur thotë çdo gjë tjetër. Besoj unë që është edhe kjo çështje brezash, nga ana tjetër që janë më sensibël, brezi i ri, po themi millennials e poshtë janë më sensibël ndaj taktit, bullizimit, mënyrës se si thuhet gjëja dhe nuk merren me përmbajtjen, nga ana tjetër. Për shembull, për ne nuk kanë pasur bullizime këto lloj gjërash përpara. E rëndësishme është çapo thuat, merremi me përmbajtjen. Sikur ne s'kena bë bullizime, por ne tani e morëm vesh që kanë bullizime ato. Po, ne si që në atë kohë. Domethënë merren më shumë me mënyrën e gjërave, me formën se sa me përmbajtjen. Kur ti mendon që kur shkon në një panajir libri më i shtrenjtë. Është ai, Më i shtrenjti, po e kthej në se me që ishim edhe me libra në bisedën më përpara me Loretën. Nga fillimi i muhabetit, libri më i shtrenjtë bën 15.000 lekë të vjetra apo 1.500 lekë të reja. Dhe për të bërë hundën ose veshin, bën një 100 fish më shumë, dhe ajo që ka bërë hundën ose veshin, pa e para gjyku se ka dash ta rregullojë se ndihet mirë, absolutisht në të drejtën e vet. Po blio dhe një libër lexojnë çik se s'gjen keq. Gjatë fazës së rikuperimit, ë? Gjatë fazës së rikuperimit. Ato di që do të qëndrosh, do shkosh me pushime që kur ta hapësh gojën. Ishte shumë përqeshur kjo që sa po the, me kjo është bullizim, për shkak. Se s'më gëlqet fare se çfarë është tha, po lexo se të bën mirë, se ta kuptosh. Dhe kjo është për vajzat e djemt, ë? Se ndonjëherë duket sikur biseda shkon dhe targeton vetëm vajzat në çështje të elegancës. Jemi duke u lodhur dhe duke treguar që unë në fëmirin time kam bërë sport. Lexonim se atëherë në një shoqëri po thoje filan libër nuk di, unë me thon drejtën lexoja fillimin dhe fundin. Edhe mesha vesh për çfarë bëj fjalë, edhe bëhesha pjesë e diskutimeve të librit. Po ti ishe e turpshme mos kishe lexuar atë librin në shoqëri. Dhe duhet patjetër ta kishe lexuar se të thonin ç'është ky. Tani thon ç'është kjo që s'ka hiç vetlat, atëherë thoshin ç'është ky që s'ka lexuar libër më. Standardet dhe gjithë këto probleme të brendshme që ne mundohemi ti sfumojmë apo ti zhdukim apo të mbrohemi së jashtmi, duke bërë ato qethjet dhe veshjet uniform, vinë sepse si jemi aq të fortë nga brenda, që një herë një kohë formoheshim nga sporti, edhe nga ky ndikimi i shoqërisë, qoftë edhe për të lexuar edhe ato libra. Fjala e fundit, Klegja. Fjala e fundit është që nuk duhet në nënvlerësojmë asnjëherë potencialin e një komunikimi adekuat. Është elegante. Anil. Të thuash të vërtetën është vërtet shumë mirë, por mendoj që duhet ketë pak elegancë dhe etik, edhe në të thënë. Anila Konomi, Art Borova, Klegja Troksi, faleminderit që ishim së bashku. Juve që na ndoqët nga ana në të premte, takohemi këtu ku ka veç një ftesë në orën 5 Top Channel.